Kolegji OAB së bashku me The British School of Kosova hapën dyert e panairit më të madh të edukimit dhe arsimimit në Kosovë në sallën e 1 tetorit. Panairi i cili bashkon liderët dhe institucionet prestigjioze të Kosovës, duke ofruar mundësi që studentët e ardhshëm të njoftohen me programet e institucioneve arsimore. Jemi me përfaqësuesin e kolegjit OAB, Ertan Galushi, i cili sot ka më na fol pak për pjesëmarrjen e OAB-s në qendrën e karrierës për studentët e ardhshëm. Apo na flet pak për OAB-n edhe për pjesëmarrjen e OAB-s në këtë event kaq të rëndësishëm për studentët. Përshëndetje, fillimisht mirë se keni ardhur në panairin e edukimit e mirë se ju gjejmë në këtë hapësirë gjigante e rezervuar ekskluzivisht vetëm për kolegjin OAB. Si çdo vit, ky është viti 19 i kolegjit OAB, që merr pjesë në këtë lloj të panairit, i cili është panairi i punës edhe i arsimit, ku në të njëjtën kohë kolegji OAB përkujdeset që t'i sjellë gjitha gjërat e reja edhe gjitha ekskluzivitetet në këtë panair. Për këtë vit jemi mundu që me i pru gjitha fakultetet në këtë panair, për me mujt që vizitorët që vinë këtu me po më së miri se çka ofron kolegji OAB dhe cilat janë mundësitë e studimit në kolegjin OAB. Duke ecë, do të mundohem që t'ju shpjegoj se cilën pjesë që është paraqitur sot këtu, e kemi paraqitur sot këtu. Mu duk shumë interesante pjesa e praktikës që studentët tamam me po çka mujnë me u zhvillu, si mujnë me u zhvillu në kolegjin OAB. Po e shohim këndin e stomatologjisë. Po, kolegji OAB, duke i pasur 3 drejtime të fakultetit të shëndetësisë, e ka edhe në kuadër të fakultetit të shkencave mjekësore i ka 3 drejtime, që është fakulteti stomatologjisë, infermierisë dhe radiologjisë, ku në këtë panair jemi përkujdesur me pru stomatologjin këtu, ku kolegji OAB në bashkëpunim me Albadentin ka ardhur këtu sot që t'i bëjë ekzamenimet e duhura dhe t'i ofroj shërbime falas për gjithë vizitorët që vinë këtu në këtë pjesë të panairit, ku kolegët ose studentët tonë prej fakultetit të stomatologjisë i bëjnë kontrollat e duhura për vizitorët që vinë këtu. Do me thunë, kretë kjo punë bëhet nga studentët e OAB-s. Po, kretë kjo punë bëhet nga studentët e kolegjit OAB, gjithsesi nga studentët e fakulteteve përkatëse, që jemi përkujdes që t'i sjellim studentët më të mirë për ta bërë ekzamenimin e duhur. Pra në këtë pjesë nga studentët e kolegjit OAB, gjithsesi studentët e fakultetit të infermierisë, bëhet matja e glikemisë, në të njëjtën kohë dhe bëhet matja e glikemisë, pra sheqerit në gjak, oksigjenit dhe në të njëjtën kohë mund të peshohen secili që vije këtu. Në anën tjetër, së bashku me neve është edhe Fakulteti i Arteve, i Arkitekturës dhe i Arteve, i cili ofron drejtime të arteve të ndryshme, duke filluar nga arkitektura, dizajni grafik, dizajni i lojrave dhe animacion, dizajn mode, edhe i kemi disa drejtime të reja që do të shtohen padyshim edhe në Fakultetin e Arteve këtu. Përndryshe, gjëja që është shumë e rëndësishme këtu që vizitorët që vinë këtu mund ta plotësojnë një formular me të cilën ata mund ta zgjidhin drejtimin që do t'i vazhdojnë studimet e tyre universitare, ku pastaj ne padyshim i telefonojmë dhe vinë ose në përzyret tona të informimit dhe të regjistrimeve në 18 ose 19 komuna që i kena në gjithë territorin e Republikës, ose vinë në kampusin e kolegjit OAB në Prishtinë. Do me thonë, informata për studentët nuk mbaron këto, mund me ardhë me mbush formularin dhe me vazhdu në OAB ma gjërësisht me po drejtime. Ashtu që që thatë edhe ju, ky është vend ku na mundemi me u shpreh lirshëm edhe me maturant, po në të njëjtën kohë edhe me ata vizitorë që vinë këtu. Familja e kolegjit OAB është shumë e madhe, prandaj me neve si vjet është edhe instituti i OAB-s, i cili ofron kurse apo përgatitje profesionale në teknik kontabiliteti, në kontabilist të certifikuar etj etj, ku vizitorët që vinë këtu munden me plotësu formularin edhe me i fitu 20% zbritje për shkak të këtij panairit. Prandaj e thash edhe më herët në përgatitje në mënyrat më profesionale të mundshme për me mujt edhe me ofru vizitorëve mundësi të zbritjeve të ndryshme, por në të njëjtën kohë edhe me prezantu OAB-n në mënyra më të mira të mundshme. Çka po provojnë tash studentët se më duket shumë interesante. Studentë ardhshëm. Po, studentë ardhshëm ose vizitorët janë të provuar për momentin videon 360 shkallëshe që është e kampusit të kolegjit OAB në Prishtinë. Pra ata munden me pa kampusin e kolegjit OAB në 360 shkallë, ku munden me i pa laboratorët tona që i kemi në OAB, munden me pa administratën, sallën e sporteve, të mbaru deri te ATV. Wow, okay. Ja do ATV-n po e shohin, a? Padyshim. Po
Po ashtu me neve është edhe shkolla jonë The British School of Kosova, një shkollë parafillore deri në të mesmen, i cili ofron kurse marramense për nxënësit të cilët dëshirojnë të dinë dhe të përgatiten padyshim që pastaj pas Britishit të vinë të bëhen student, ku kolegët tanë nga The British School of Kosova prezentojnë në mënyra më të mira të mundshme cilat janë ofertat, cilat janë drejtimet, cilat janë mundësitë që i ofron shkolla pothuajse më me famë në Prishtinë edhe në Kosovë, The British School of Kosova, pra shkolla 12 vjeçare. Po vazhdojmë tek këndi i edukatës fizike, po shohim student duke luajt ping-pong. Po, pra ky është këndi i edukatës fizike ose kulturë fizike dhe sport, ku studentët tanë demonstrojnë lojra të ndryshme për shkak të këtij panajiri, për në të njëjtën kohë edhe vizitorët që vinë këtu mund të luajnë lojën e ping-pongut edhe të padyshim që të trajnohen prej studentëve tanë profesionistë që i kemi të kulturë fizike dhe sport. Tashmë po i shohim studentët të luajt ping-pong, studentët e OAB-s. Po, këta janë studentët e kolegjit OAB të vitit 2 dhe të 3, ku tani janë përforcuar në fushën e kulturës fizike dhe fillojnë me marrë pjesë në secilin event për përfaqësim të kolegjit OAB. Këndi i fundit që po e shohim është i fakultetit juridik në OAB. Çka po demonstrojnë këtu studentët tonë? Fakulteti juridik në OAB i ka 2 drejtime, është juridik i përgjithshëm bashkë me kriminalistik, ku studentët tonë bashkë me profesoreshat janë sot këtu me neve për t'i demonstruar vizitorëve tonë se si mbahet një gjykatore, si mbahet një gjykim në fakultetin juridik. Prandaj edhe kjo pjesa e gjykatës është marrë prej laboratorit të juridikës që e kena në kolegjin OAB, dhe këtu studentët bashkë me profesoreshat demonstrojnë vizitorëve se si mbahet një gjykim. Por në fund nuk muj pa të pyet edhe për risit që kolegji OAB-s sigurisht që edhe këtë vit ka me sjell. Padyshim në çdo vit panajirit, në çdo vit akademik të ri, kolegji OAB vjen me një risi qoftë për vizitorët e panajirit, qoftë për studentët, qoftë për studentët ose për ata që do të vinë. Si vjet kolegji OAB shënon 25 vjetorin e themelimit të saj, prandaj për shkak të 25 vjetorit, kolegji OAB ka shprehur vullnetin e tij që ta bëjë 25% zbritje për të gjithë ata që vinë edhe bëjnë regjistrimin e hershëm, qoftë në kampusin tonë në Prishtinë, qoftë në këtë panajir të cilën ndodhemi sot edhe nesër. Përndryshe, një risi e dytë për post 25% zbritje për regjistrimin e hershëm, kolegji OAB e ka dhe një drejtim të ri të cilën e ka futur në listën e drejtimeve që ka, që është kozmetologjia bashkë me estetikën, në të cilën do të fillojmë që nga qershori i këtij viti, t'i bëjmë regjistrimet në gjitha zyret e informimit dhe regjistrimit që ndodhen në Kosovë, por në të njëjtën kohë edhe në kampusin tonë në Prishtinë. Aktualisht, OAB ofron 22 programe në nivelin bachelor dhe 16 programe në nivelin master, të cilat janë të ndërtuara për të përmbushur kërkesat e tregut të punës dhe për të përgatitur studentët për karrierë të suksesshme në fusha të ndryshme. Kujtojmë se panajiri e edukimit, karrierës dhe punës do pres vizitorë dhe nxënës nga mbar Kosova edhe të mërkurën me datë 16 prill. Do të kthehemi për